besoj për gjithë secilin që është, dhe shumë të tjerë do kishin pas dëshirë, por do që edhe ftesat kena ba me pikatore, se do ishte deshtë të mush një stadium ditë. Është një ditë e shënume për tre vendor. Tre din tonë për sportista që pëllan gjurëm jo në rengë vullnetar, për në rengë vullnetar, marrja që rollët mes nesh, e falenderoj shumë që është to, përkosisht të babajnë, nanë, motrën dhe shoqen e tij, Karpe Enriket, dhe Vajirin, me familje, që për arsye punët, impenjimit, tiri ka pas për më ardhë, të nga të hyrës përën. Pikosisht Tonini, djalin e tij, familje, kjo e zi Qatmin, kampion, Boden, pikosisht du t'i falenderoj. Lodin Sterkaj, sportist, adhurues i sportit. Përshëndetje gjithëve, një falenderim të madh për kryetarën e bashkisë dhe gjithë stafin e tij për këtë shumë bukur që më kanë sot i shumë e veçantë për mua. Një falenderim të madh për plotët e mi që jam këtu me mua. Jam shumë krenar që jam halësor dhe një këndtim që të juvaj është që do të mundem të juvaj koma më krenar në të ardhmen. Bashkia Malësi e Madhe Vendin Këshillit Bashkiak nr. 63 datë 24/02/2025 jep titrin Qytetar nderit, Zotit Jurgen Tonin Udelej. Me motivacionin, punën, për kushtimin dhe profesionalizmin e tij në fushën e sportit e në veçanti atë të boksit, duke u shpallur kampion bote, duke nderuar dhe bërë krenar gjithë malësor dhe në bashkë shqiptar ku do të ndodhe, si dhe duke lartësuar ku do herë treven tonë Malësi e Madhe e Menaxherë. Paulinit, me zenë se është pjesë e sportit, se boksi, munja, shojnë një familje 100%, edhe me futbolin, po. Një kapitu të në duhet një aman zëdit punë së jo bakës. Pas rrugën e ke edhe me në bakë. Nderuar kryetari i bashkisë, Malësisë Madhe, në vendit më të bukur në botë. Nderuar zoti Sterkaj, si drejtues politik dhe sportist që kemi pas gjithmonë në ndihmë, të nderuar Këshilli Bashkiak dhe kryetari i Këshillit, që është një pjesë e rëndësishme në vendimmarrjen e kësaj ceremonie, të nderuar deputet. Në pa mundësi që Jurgenit marrë pjesë për arsye se shumë shpejt ka një neshje të madhe për mbrojtjen e titullit, sepse me shpirt, me mendje dhe me zemër këtu ka rrajt në ngen, këtu ku i ka pasur parte dhe këtu ku gjithmonë krenohet që është malësor, siç ata dhe Maremita jam krenar, që jam malësor të njëjtën gjallë do thotë Jurgeni këtu.
dhe e them në emrin e tij. Unë emocioni sot në besoni është sa emocioni i peshkës, kur ju e dini kur çfarë emocioni do vjen një prind kur shet djalin duke u rënë ring, pra këtë gjë po përjetoj tani. Sepse jam tash në rralljet tona dhe në kujtojmë partë tanë të cilë bie që Shqipëria edhe flamurin për herë parë ka ngritë Bashkia e Madhe. Edhe Shqipërinë Evropian e ka ngritë e tash të vjetë në këtë parë. Dhe për herë parë i dhe të bëndit kërës e ka marrë në gjallë në këtë parë. I ka lëndoj i tru, i duhe shumë dhe të vërë i ndojë të Bashkia e Malësi e Madhe vendim Këshilli Bashkiak numër 62 datë 24 dhjetor 2015 jeti titullin qytetar në re. Zonit Armando Xhevahir Broja. Me motivacionin për punën, për kushtimin dhe profesionalizmin e tij në fushën e sportit, e në veçanti atë të futbollit. Duke shpallur finalist në kampionatin evropian të futbollit 2024. Me fabelën e ekipit ndërkombëtar, duke bërë krenar gjithë malësor dhe mbarë shqiptar kuda që ndodhen, si dhe duke lartësuar kunder treven tonë Malësia e Madhe e Medfer. Bashkia e Malësisë së Madhe, faleminderit për titull. Tash ka meritua, edhe ka meritua se ka meritua, sepse të rinj ka pas kohë, ka pas konflikt. Unë të vërtet shumë respekte, shumë faleminderit edhe miqtë. Sa harro që na mëson, s'ka ne harro kur që na mëson. Na ka mojt për në gjithmonë kudo që kena shua, kudo që shkoj. Tash a një respekt të mani veçanë. Ne edhe një në grupet, jene unë edukatin si prind, për ka këna arë, për ka këna arë. Tash inshallah mojnë, inshallah respektojnë këtë titull, edhe inshallah një mirë njës dhe në fund. Shumë faleminderit për gjithëve. Bëjës të që në duka gjili, do të kutjete. Duke gjitha të tonëve, mirë si u gjitha në Malësi të Madhe, i nërru kryetar Benin, i nërru koleg Paulini dhe Bujari, shumë ka të për mua me kanë sot dhe në mesin të dojt. Historikisht duke gjithë në Malësinë e Madhe kanë gjithë shumë gjana, edhe jam realisht shumë krenar dhe besoj që shumë shqiptar do të kanë shumë krenar për aditjet të treve këtë nëmbive të Malësisë, që janë kanë ambasadorat më të mirë Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, sepse kultura edhe influenca që qëjtë mundën me bërë sot në arenën ndërkombëtare mundet me kanë shumë më madhe se ajo që banë politika. Që unë ju falenderoj shumë që jeni fytyra më e mirë e veriut Shqipërisë edhe tonë vendit tonë. Tonini e bani kërkesë nuk kam i kërkesë tjetër, me që pak fati, shumë talenti juj edhe rrethonat ju kanë ndihmuar për me mbrit këtu ku jeni sot, tash ndihmoni edhe ata tri që besoj që talentin ja ka falë sot e mira që sa të vazhdojnë të ndjek kam i dorën, përmoni që shkojnë. Do të shkojnë në skëndër, faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve, nderuar deputari Bashkisë në Marine, nderuar kolegët deputet, të dashur sportista dhe prindër të sportistëve. Sot jena mbledhur për një ditë shumë të rëndësishme për Malësinë e Madhe në veri, se edhe për kombin shqiptar duhet të ndjejmë të ri, të cilët për vendimin tim janë ambasadorët më të mëdhenj që diplomacia shqiptare ka sot në Evropë. Armando, Jurgeni, Mario, të cilët me talentin e tyre,
me shpërfaqjen e talentit dhe të sukseseve të pasnjëshme në fushën e ndryshme të sportit, Bulgari në sportin kombëtar të boksit, ku disa herë ka kampion dhe siç ka thënë Jati, së shpejti ka një ndeshje tjetër për me titullit. Po kështu Mario, i cili ka shkëlqyer klubin e tij në Arabi dhe në kombëtar ka qenë ndoshta më inspiratori vitet e fundit. Armando Pashu, i cili ka arritur vlerën e së madhe sidomos në ndeshjet me Bulgarinë, personalisht i ka shihur edhe golët e jashtëzakonshëm dhe shpresoj që e na shfaqe një tjetër. Të jesh sportist elitar, siç janë këta kategori macor, nuk është e lehtë. Është mund, është sakrificë, është pasion, po vetë shumë pak. Dhe e di shumë një qatë do, në talenti, në puna e vazhdojshme. Shumë të një të nga zemra, në cilët me në kanë bërë krenar, kontare shqiptare, dhe kanë të rritë për rëndësim dhe vëndin në cilën dohet renditja e kontarës e të dhe shpresoj shumë, atje mrapa shikoj tjenë të vegjel edhe më të rritur që ju bëhen prevene qikon edhe ta marësot mirë edhe shpresoj që ju të jeni po refusit e atyre që në gjenerat tjera të kemi prap Mario, Armanda, Bulgar, të kemi këta se ju jeni shpresa dhe besoj shumë që ata të ndjegun shëmë në përë. Unë tyre dy djemoshave të futbollit ju uroj që të njëjtën shumë fat edhe një fitore që për herë të parë në historinë e Shqipërisë na çonin në Amerikën e Largët në grupesuar një të Shqipëri. Ndërsa Bulgarin, ne generalës, shpresoj ta ndjekim edhe ne që ta mbroj titullin e pse jo edhe një federat tjetër dalin. Ju falenderoj gjithë. Në mënyrë veçantë na kanë trënuar me gjithë pansorët. Edhe i uroj që këto mos ta vërin kur na kanë origjinën më natyrshëm për program më të madh që ka sport shqiptar e sportit kontroll. Një gimnastik për mund figura pjesë, se unë bëj nga kusha sportit, këto mundësi në atë kohë si në pasë që kanë këto, po këto i kanë mundësit edhe kanë mundësi për të palosë çdo aftësi të tyre dhe me ju e du për ta. Succes! Janë një për futën e ditë të kanderit, një të përkare personajët e kampionët që kemi këtu, po për gjithë të trejëm që në të transmisoja kampione e Shqipërisë me kampione qytetarë. Marcia e më. Dërit për parë, në zyre e kjetarit të përdojnë emisionet të nëtuar Mario Mikaj, përërit për Misat, i me një lutin në mëdare. Ju tash të njofë që këtë burni dhe duat ma qështë një ligja e të një renderin të ma fuju pa me këtë pranuar. Tash këto sportistë të lutëm një me qytetar në deri nga të sistane. Sa ka kënari më të madhe, se të kesh qytetar në deri, t'jem të tillë që janë kënari e kombit. Mario Mikaj, një mërë që një të qamërëse. Një mrekullueshëm, një karakter të fortë, një shkëlqyeshëm, kudo, një familje të përsosur, kam qenë shpinë e tyre, në Mermosh, aty ku harta vendoset në është me vendos gishtin. Njerëz të shkëlqyer, djalë i shkëlqyer që nuk thot asnjëherë, me i thot vetëm poshtë Shqipërisë dhe me lojën e tij atë probleme jo vetëm shqiptarët, por dhe arabët, imagjinoj. Mario Mikaj. Armando Broja, nëse mos që do ta kishte zili, çdo kush ta kishte. Ndaj unë them që vjen të tillë, golet e tij, loja e tij, performanca e tij janë një pasuri kombëtare. Dhe unë vërtet kënaqem që ai sot është në podin e derit Francislave dhe përgatitet nga Babalidi Duajni. Në qitë shënush, jetë avjon bërë në mos, që deri nga këtë zonë. Sepse unë e dira që Marcia Madre është kampion në Shqipëri edhe në gjithë Ballkanin për 10 futbolistë kombëtarës. Janë 8 që ka luajtur në ekipin kombëtar. Dhe sot, informacionet e kombëtarës janë 3 ide. Njëri prej cilëve ka vendosur rekord në Shqipëri. 94 ndeshje, pikërisht Hysaj. Elske Hysaj, që kemi pirë babaj e pirë. Është Armando Broja Soj, dhe është i paka pushku, bërësi të punë për
një politike që gjithë të thonë ku të shkojnë në Shqipëri është animale. Jo, është nga Bermoshi, aty ku flitet Shqip, aty ku buka, flamuri, zemra, vesa dhe futbolli janë krye fjalë. Që unë e falenderoj kryetarin Këshillit Bashkiak, sepse mendoj që titulli për këta 3 djemë ka një rast specifik. Nuk është në ato rastet kur titulli i bën der njeriu, por është në rastet kur njeriu i bën der titullit. Na i takzoni të tret, takzoni edhe të tjerët që kanë marrë, sepse nga kjo zonë ka dalë dhe Bekim Bale, një dorë në video dhe për topin e artë të Shqipërisë, Elsej Gjysa që është bërë kryetarineri, kapiteni Kontarës, ka dalë Salvador Kaçaj, është në origjinë Rudi Mata, është Çokaj, janë 8 futbollistë të Kontarës që kanë veshur uniforme kuqezi nga Marsia Bata. Kështu e thot Bashki Branekaj, se nuk gabon, golin të kanë Një minjoje për gjithë gazetarët që janë këtu dhe të Shkodrës, një minjoje për gjithë kolegët e mi, sepse kanë dhënë shumë për sportin dhe për futbolin, ka bërë shumë, dhe për secili nga ju, për familjarët, që ju keni kryer mundësinë të jenë tuaj të jenë krenaria tonë. Sepse këta nuk janë vetëm krenaria të sistemave, janë krenari dhe pasuri kombëtare. Problemet kryetar, janë minjohet për fesën, e respektin, andaj kampionit që ka një meritë jashtëzakonshme sa ishte sportist, sepse është një kampion absolut i tapetit. Është Paulin Steka, që meriton një duar të vite, dhe vërtet me të janë sot këtu edhe kampionës së agroturizmit Kosovë, Bajanës dhe Ujarit dhe gjithë që jenë këtu, një njohje gjithve dhe uarsha dhe të parlamentet tila nacionale. Në sakë të vjetën, në sakë të frymën, do promovoj njerëz të tillë, hyrje të tillë, kampion të tillë. Zoti ju gjithë.